që mendojmë se edhe angazhimi ynë, edhe dalja për ditë në terren, në çdo lagje, në çdo treg, takimi me qytetarët, mbështetja ka qenë shumë e madhe për lëvizjen bashkë këto zgjedhje, sepse qytetarët në zgjedhjet e fundit 14 majit janë ndjerë pak të mashtruar edhe të zhgënjur, edhe ata cilët e kanë votuar Partinë Socialiste, sepse në mënyrë informale u është thënë se Partia Socialiste është shumë dobët në ato zgjedhje, se po vjen Sali Berisha, pra kanë ngrit këtë edhe kanë ringrit këtë dorëlecin e Berishës, se kemi nevojë për mbështetjen tuaj, jo në animoni edhe një herë, edhe kanë pa njerëzit se si gjithë ky diversion ka sjell në fakt një pushtet me 82 mandate, ka sjell një pushtet madh, një pushtet autoritar, një pushtet ku kryeministri nuk ja ka më nevojën as ministrave, as deputetëve të grupit vet parlamentar, madje edhe as qytetarëve të cilët e kanë votuar dhe kanë punuar për Partinë Socialiste, jo prej vitesh, po edhe prej dekadash. Megjithëse Partia Socialiste ka pa edhe sondazhe për Bashkinë e Tiranës, nuk ka qenë kur më ulët për Bashkinë e Tiranës. Duke marrë edhe parasysh se qyteti i Tiranës është qytet i polarizuar, kuptimi është opozita dhe pushteti janë gjys për gjys. Pra qyteti i Tiranës nuk është i qytet bastion për partinë pushtet. Ama çudia në këto zgjedhje janë Vlora edhe Berati. Pra dy qytete të mëdha të rëndësishme historike për ekonominë, për trashëgiminë kulturore, për njerëzit edhe urbanizmin e tyre dhe dalja e këtyre njerëzve në votime është shumë pak edhe erëzonat propagandën e qeverisë për investimet e mëdha dhe transformuese që ka bërë ajo në këto qytete. Për këto tepelen matë së rrik kuptohet e ndonë, edhe nuk ka ndonjë surprizë në këtë pikë. Mirë, duhet të flasim edhe për një çështje tjetër që ka të bëjë me ligjin për barazinë gjinore që u miratuat premte në parlament, si nga ana përmbajtësore e tij, ashtu edhe nga ana procedurale, dhe ku opozita në fakt i ka kundërshtuar të dyja këto. Për sidomos të dytën patjetër edhe për mungesë transparence. Por Lëvizja Bashkë, Klodi, duket sikur ka mbajtur një qëndrim asnjë anës në këtë rast, si analizon ti këtë gjë? Lëvizja Bashkë ka abstenuar në ligjin për barazinë gjinore, por nuk ka marrë qëndrim asnjë anës. Në fakt, më shumë sa abstenim, ka qenë një farë refuzimi i gjithë atij cirkus edhe asaj shfaqjes së shëmtuar që na u dha në parlament. Në njërin anë refuzuam një qeveri e cila kaloi një ligj për barazinë gjinore, ndërsa gjitha tendencat edhe gjitha treguesit e qeverisë së saj tregojnë se është një qeveri e cila po e dëmton në mënyrë pakthyeshme pozitën e gruas në shoqërinë tonë. Është një qeveri e cila përmes amnistimit parave të pista po mbyll me 10 fabrika dhe po nxjerr me mijëra gra të papuna në periferitë e vendit, që do dalin të papuna, po kanë jo vetëm papuna, po edhe pa mundësinë për të ripunësuar sërish. Është një qeveri e cila thotë se do të marrë parasysh në mënyrë edhe do të studiojë punën e papaguar të grave në shtëpi, që është i koncept shumë i lartë dhe i avancuar i drejtave sociale dhe lirive themelore të njerëzit. Megjithatë është një qeveri e cila refuzon që të llogarisë, caktojë me ligj minimum një etikë i cili do ta përmirësonte në mënyrë të ndjeshme jetesën e grave, qoftë varfra, qoftë papuna, qoftë në pension. Pra grave nga gjitha shtresat edhe nga gjitha kategoritë shoqërore. Është një qeveri e cila thotë se do ta avancojë pozitën e gruas në shoqëri, ndërkohë që ne shohim se si për shkak të mungesës së rënies së shtetit social, mungesës së infrastrukturës dhe shërbimeve publike, me mijëra gra sot janë detyruar që të zhyten në këtë jetën shtëpiake dhe të ambisërisë, duke shkatëruar edhe karrierën e tyre për shkak se ju duhet të rrinë me fëmijët e tyre, sepse nuk kanë qerdhe ose kopshte publike ku mund t'i çojnë ato. Janë 4.000 deri në 5.000 fëmijë sot në Tiranë, të cilët nuk kanë vend në kopshte dhe në qerdhe publike për ta, dhe janë detyruar qoftë mamat, nënat, qoftë gjyshet që të rrinë radhë. Është një qeveri e cila thotë se do ta njohë punën e papaguar të grave, edhe ndërkohë që ne kemi shembuj duke marrë parasysh edhe Kosovën, ku qeveria i shpërblen gjyshet që merren edhe për kujdesen për nipërit, ndërsa këtu kemi një qeveri e cila nuk do të pyes fare. Dhe mbi gjitha kemi qeveri e cila zotohet përballë Bashkimit Evropian se do ta luftojë gjuhën seksiste
edhe diskriminimin gjinor, ndërkohë që ajo vetë është fabrika e cila gjeneron dhe e cila prodhon në mënyrë të vazhdueshme më shumti gjuhë seksiste. Kryesisht me Edi Ramën, cilën ne e mbajmë mend se si në zgjedhjet e kaluara elektorale bullonte edhe tallej edhe po qeshte me gjuhë agresive, domethënë dhe mizogjine, gjitha gratë e forcave kundërshtare politike. Pra në njërin anë ne refuzojmë këtë cirkun feminist, një forcë politike e cila i ka grumbullu votat edhe ka grumbullu pushtet duke bashkëpunuar me segmente kriminale, cilat e vështirësojnë edhe janë pasuruar duke shfrytzuar trupin e grave. Një qeveri e cila qeverisja e cilave shkon totalisht në kundërshtim me avancimin e pozitës gruas në shoqëri. Në anën tjetër ne kemi edhe qeveri ose forcat opozitare, të cilat duket sikur nuk e ka lexuar fare ligj, nuk ju intereson fare ligj, nuk merren me parimet themelore të ligjit, sepse ligji ka disa parime pozitive, po sërish në rrafshin deklarativ, ama është nguju në përhapjen e frikës, është nguju në keq interpretimin edhe keq informimin e opinionit publik. Duke refuzuar me këtë votën tonë asnjansë ose abstenimin ton, ne kritikojmë edhe mënyrën se si qeveria e solli në parlament këtë ligj. E solli shpejt, e solli pa konsultim publik, i hapi gjitha televizionet të oligarkëve edhe të klientëve të vet, por gjithë teoricienët konspirativistë, por gjithë kalorësit e rrem të apokalipsit, dhe një ditë bukur e solli dhe ja imponoi parlamentit ligjin. Dhe mbi gjitha, ligji për barazinë gjinore u instrumentalizua, qoftë nga pozita dhe qoftë nga opozita, për të fshehur votime të tjera, siç ishte votimi për hartimin e komisionit për ligjin territorial edhe për reformën elektorale, ku qoftë pozita, qoftë opozita në një akt pa precedent i bashkuan unanimisht votat. Dhe ky ligj i dytë është ligji i cili dëmton seriozisht jetën politike dhe institucionale të Shqipërisë. Është i ligj i cili përflitet se do t'i shkatrojë me 10 bashki të vogla sot në Shqipëri, të cilat janë gjallë dhe e gëzojnë një farë dinamike dhe farë vëmendje për shkak të ekzistencës së buxhetit edhe të administratës publike. Pra, ky komision i kësaj reforme përflitet se do t'i ul bashkitë e Shqipërisë nga 60 bashki në 30 bashki. Dhe mbi të gjitha, pozita dhe opozita u bën bashkë që të vendosë një kod të ri elektoral, i cili do t'ja u pamundsoj forcave të reja politike pjesëmarrjen në parlamentet e ardhshme përmes ngritjes së pragut kombëtar, përmes uljes në 100 të numrit të deputetëve, përmes krijimit një farë monstre politike edhe totalisht në kundërshtim me traditat tona politike edhe shtetërore, siç është Senati, pra i ligj i cili e cimenton sistemin dypartijak edhe establishmentin e vjetër politik në Shqipëri. Ligji për barazinë gjinore u instrumentalizua nga të gjitha anët, u instrumentalizu nga pushteti për ta paraqitur veten në sytë e ndërkombëtarëve si forcë progresiste, kur ne e dim se kjo qeveri është rezultat i bashkimit gjitha forcave reaksionare edhe të këqija edhe primitive edhe hajdute të shoqërisë sonë, u instrumentalizu nga opozita për ta paraqitur veten mungesë çdo kauze si mbrojtëse të familjes shqiptare, ku në fakt familjen shqiptare po e shkatrojnë faktorë të tjerë, siç është varfëria, siç është emigrimi, siç është dypunësimi, njerëz zgjidhur në kredi, të cilët duhet punojnë nga 2 punë, nga 3 punë dhe të rrinë vetëm 1 orë ose 2 orë në ditë me fëmijët e tyre. Nga ana tjetër u instrumentalizu nga opozita dhe nga pozita dhe pushteti për të kaluar në heshtje pa bujë në këtë mjegullën që kishin kriju nëpër studio televizive dhe jashtë dyerve të parlamentit ta kalorësit e rrem të apokalipsit, për të kaluar ligj problematik, i ligj i cili
se u diskutu për ligjin për barazinë gjinore, ligji që i dha fund, disa thonin ishte ligji që shkatroi familjen shqiptare, disa tjerë thonin se ishte ligji që ta solli këtë barazinë e plot, por në fakt atë natë ajo që mund të jetë shmëntuar ose mund të jetë hedhur hapi i parë ishte jo shkatrimi i familjes dhe jo as fitimi i barazisë plot, por ishte çmëntimi i Republikës. Pra çmëntimi institucional i Republikës Parlamentare të Shqipërisë, siç nuk e kemi parë më kurrë më përpara. Dhe sigurisht Lëvizja Bashkë refuzoi këtë cirk, e refuzoi cirkun e pushtetit, e refuzoi cirkun e opozitës, domethënë sepse vetëm për ligjin për barazinë gjinore nuk është folë këtë ditë. Madje është shumë interesante se si pushteti i hapi televizionet e veta, televizionet e oligarkëve, televizionet e klientëve të qeverisë, për gjithë këto kalorësit e rrem të apokalipsit, për tuli far konspiracionisti, për tuli far parvenyje dhe ekzibicionisti që nuk ishte i Zotit mbronte as çështjen e progresit dhe as çështjen e familjes, vetë u tërhoq, as i zë nga ana e qeverisë, nuk doli që t'ia sqaronte publikut, edhe të thonte se çfarë ishte ky ligj dhe çfarë përfitimesh u sillte qytetarëve shqiptarë, se çfarë korrigjimesh mund boshin tek ky ligj. Përkundrazi e kaloi ligjin shpejt e shpejt në parlament, ja imponoi një shumicë parlamentare pa pikë vullneti, e cila voton në mënyrën më ushtarake të mundshme, dhe është shumica, mazhoranca më e delegitimuar dhe më qesharake sot në Shqipëri dhe e boni fakt të kryer. Dhe ajo është i shprehje e gon për këto raste, është në një luftë, në luftra të tilla, viktima e parë është e vërteta. Dhe në këtë zallamahin që u bë me ligjin për barazinë gjinore, ajo çfarë ishte viktima e parë ishte e vërteta dhe ishin me qindra mijëra gratë e Shqipërisë, cilët sot janë gratë më të varfra në Europë, cilët sot janë gratë më të shfrytzuar në Europë, janë gratë më të papuna në Europë dhe gratë më të dhunuara në Europë. Edhe ky ligj, përveç se ka ca parime të mira në kundër diskriminimit gjinor, kundër seksizmit, pavarësisht se ne kemi shumë institucione, kemi AMën, autoritetin e medias, kemi komisionerin kundër diskriminimit, kemi avokatin e popullit, kemi shumë institucione të cilat duhet ta luftojnë këtë gjuhë pa pas nevojë për të shpik kështu groteske orwelliane si ministria e barazisë, me cilën zotoi se do ta krijonte pushteti. Pra gjithë praktikat qeverisë, gjithë ligjet qeverisë shkojnë përkundër parimeve të ligjit për barazinë gjinore, të cilat i votoi mazhoranca. Një mazhorancë e cila për shembull që thotë që do të njohë punën e papaguar të gruas, ndërkohë që me reformën pensionet të vitit 2015 e ka zhbër njohjen e punës papaguar të gruas, sepse gruaja në skemen e vjetër të pensioneve e gon, dilte 2 vite më herët se sa burri në pension, duke u nis nga parimi se kjo bën edhe punë shtëpie, ka edhe angazhime tjera dhe duhet dalë më herët se sa burri në pension. Dhe me reformën e vitit 2015, shteti shqiptar po e barazon daljen e burrit edhe të gruas në pension. Në vitin 2056, brezi jon, gjenerata jon, një grua dhe ideale gjeneratës sonë talin 67 vjeç të dy në pension. Po kështu kemi një qeveri e cila thot se do ta njohë punën dhe do ta studiojë punën e papaguar në shtëpi. E thot do ta studiojë punën e papaguar në të gruas në shtëpi, ndërkohë që ne kemi dërguar një projekt ligj për minimumin jetik me 21.000 nënshkrime dhe na kanë hedhur plera e gon dhe qeveria jonë refuzon hera e fundit kur është për llogarit minimum jetik ose shuma e të ardhurave të nevojshme për një njerëz që të mbetet gjallë nga çan para 5 vitesh dhe refuzon duke shkel edhe ligjin që ta për llogaris minimum jetik e lëre më ta caktoj me ligj atë. Në këtë kuptim ishte një fars, ishte një instrumentalizim edhe ishte një shfaqje cirku në cilën Lëvizja Bashkë refuzon që të marrë pjesë, sepse për ne progresi është diçka tjetër nga shfaqjet e cirkut të
të partisë në pushtet, e cila nuk ka të bëjë fare as me feminizmin, as me progresin, dhe kushdo që beson se Partia Socialiste është qeveri progresiste, në fakt është i cinik, i cili refuzon ta shohë realitetin social të qindra mijëra grave në sy.